Viti 1913. Europa gjendet në prag të luftës së parë botërore, ndërsa Ballkani sapo ka dalë nga luftërat ballkanike. Në Londër mblidhen përfaqësuesit e fuqive të mëdha për të caktuar kufit e shteteve të rinj. Në atë tryez vendoset edhe fati një kombi që sapo kishte shpallur pavarësinë Shqipërisë. Por vendimet që do të merren nuk do të ndikojnë vetëm në kufit e shtetit të ri shqiptar. Ato do të përcaktojnë jetën e miliona shqiptarëve që jetonin në trojet e tyre historike. Kongresi i Londrës, i mbledhur nga dhjetori 1912 deri në gusht 1913, kishte për qëllim të zgjidhte konfliktet territoriale të Ballkanit. Shqipëria e shpallur e pavarur më 28 nëntor 1912, kërkoi njohjen e shtetit të vet brenda kufive etnik. Delegat, atetar e memorandume të shumta u dërguan në Londër për të treguar se shqiptarët jetonin të përhapur në një territor të gjerë, nga Shkupi deri në Prevez, nga Ulqini deri në Manastir. Por fuqitë e mëdha kishin interesa të tjera e politika e kohës nuk njihte shumë drejtësi. Shqipëria u njoh si shtet, por me një çmim shumë të lartë, humbjen e më shumë se gjysmës së territorit të saj etnik. Vendimet e Kongresit ishin të ashpra dhe e copëtuan kombin shqiptar në 5 shtete të ndryshme. Kosova ju dha Serbisë. Shkupi, Prishtina, Peja, Mitrovica, qendra historike dhe kulturore shqiptare mbetën jashtë kufirit të Shqipërisë. Maqedonia Perëndimore me qytete si Tetova, Gostivari, Kërçova e Struga, po ashtu u nda me Serbisë dhe më vonë Mbretërisë së Jugosllavisë. Lugina e Preshevës, një zonë me shumicë shqiptare, kaloi në administrimin serb. Ulqini, Plava, Gucia, Tivari, Rozaja dhe Tuzi territore të banuara prej shekujsh nga shqiptar ju dhan Malit të Zi. Ndërkohë, Çamëria, tokë e banuar me shqiptar musliman dhe ortodoks, u përfshi brenda shtetit grek. Preveza, Parga, Margëlliqi, Filati qytetet e një komuniteti të lashtë shqiptar u shkputën nga trungu etnik. Edhe manastiri e Ohri, qendra të rilindjes kombëtare shqiptare, mbetën jashtë kufive të Shqipërisë. Kështu, kufit e vitit 1913 e lanë rreth 60 të shqiptarëve jashtë Shqipërisë. Trojet shqiptare u ndan me vija kufitare që në shumicën e rasteve nuk përputheshin me asnjë realitet etnik apo historik. Në vend të kufive natyral dhe kulturor u vendosën kufi diplomatik, shpesh të diktuar nga interesat e fuqive të mëdha. Pas vitit 1913, shqiptarët mbetën të shpërndarë në 5 shtete të ndryshme dhe çdo komunitet pati fatin e vet. Në Kosovë nisi një periudhë gjatë represioni, kolonizimi dhe shpërnguljesh të dhunshme. Në Maqedoni, shqiptarët u përballën me privime të drejtave politike, gjuhësore e kulturore. Në Mal të Zi, shumë familje shqiptare u detyruan të linin tokat dhe shtëpitë e tyre. Në Çamëri, sidomos pas viteve 1920 dhe pas luftës së dytë botërore, komuniteti shqiptar u përball me dhunë, masakra dhe shpërngulje masive. Në Greqi, shumë fshatra shqiptare u asimiluan, u ndërruan emrat e vendeve dhe u mohua identiteti i tyre. Trojet shqiptare u bën kufi të izoluar nga njëri tjetri, shpesh të mbushur me ushtri, kontroll administrativ dhe politika që synonin ndryshimin e strukturës etnike. Për shqiptarët filluan dekada rezistence, kryengritjesh dhe përpjekjesh për të ruajtur gjuhën, kulturën dhe të drejtën për të jetuar në vendin e tyre. Vendimet e Kongresit të Londrës ndikuan drejt për drejt në gjithë historinë e shekullit e në Ballkan. Lufta e Kosovës, kërkesat për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni, çështja e Çamërisë, të gjitha këto lidhen me padrejtësinë e vitit 1913. Është një plagë historike që la pasoja të thella politike dhe shoqërore, të cilat vazhdojnë të ndihen edhe sot. Edhe pas më shumë se një shekulli, trojet shqiptare jashtë Shqipërisë mbeten pjesë e identitetit ton kombëtar. Ato nuk janë vetëm çështje gjeografike, por kujtesë historike, kulturë, gjuhë dhe rrënje. Kongresi i Londrës na la një mësim të madh, të drejtat kombëtare duhet të mbrohen, historia nuk duhet harruar dhe bashkimi shpirtëror i shqiptarëve është po aq i rëndësishëm sa edhe ai politik. Ndaj ne sot vazhdojmë të kujtojmë, të mësojmë dhe të nderojmë të kaluarën tonë, për të ndërtuar një të ardhme më të drejtë dhe më të bashkuar.